Krevate, tavolina, karrike, lavatriçe, dyshek, mbetje ndërtimore dhe lloje të tjera të mbetjeve, çdo ditë mund të vërehen në lokacione të ndryshme në Ohër. Banorët thonë se vetëm gjobat janë zgjidhje për problemin, për t'i detyruar qytetarët e pandërgjegjshëm që mbeturinat t'i hedhin në vende të destinuara për këtë gjë. Treba da se kaznohet më. Duhet të ndëshkohen edhe atë urgjentisht, hedhin mbeturina kudo, ku të vijë mbar, shumë shpesh edhe jashtë qytetit. Përgjatë rrugëve, ka mjaft qytetarë të kulturuar, por ka dhe shumë të tjerë që nuk u përmbahen rregullave. Deve se posto. Vetëm dëshkim për të gjitha këto gjëra. Hidhen mbeturina gjithandej e kudo, aty ku nuk u takon, nuk tregohet kujdes për mjedisin. Kjo është turp për qytetin, kapje në flagrancë dhe ndëshkim, pa asnjë lloj tolerimi për askënd. Disa mendojnë se është i nevojshëm edukim më i madh i qytetarëve. Ti prezentohen pak më shumë popullit se si zgjidhet kjo çështje në botë, që të edukohen sadopak. Nëse nuk i hedhim ne apo unë, kush do t'i krijojë këto mbeturina? Duhet edukim. Ku ti vijë përpara në rrugë, aty hedhin, gjithandej. Kudo që kalon nëpër rrugë hedhin mbeturina, duhet të vendosen kamera që t'i kapin njerëzit që hedhin, por edhe t'i gjobisin. Le të shohin se si është në botë. Një kohë ligjin se e solli Gruevski nëse pështyn paguan gjob, e jo më të hedhin një cigare. Për shkak të kësaj situate që nga fillimi i muajit mars, ndërmarrja publike e mbeturinave do të fillojë me vendosjen e kamerave në rreth 10 lokacione. Planifikojmë dhe janë identifikuar rreth 30 lokacione ku do të vendosen video mbikëqyrese, në mënyrë që më lehtë të identifikojmë saktësisht. Gjatë vitit të kaluar kemi grumbulluar 1200 metre kub mbetje të vëllimshme, pak më shumë mbetje ndërtimore dhe rreth 800 metra kub mbetje të gjelbra. Zbatimi i ligjit për pastërtim publike është në kompetencë të inspektorëve komunal dhe rendmbajtësit komunal në Ministrinë e Punëve të Brendshme.